Rasti i 13 vjeçarit Almir Saliuku, i njohur si Almir Artisti, duhet të na bëjë të reflektojmë seriozisht neve si shoqëri. Nëse nuk gaboj, ai u bë i njohur me një video për humanistin Halil Kastrati, por me pas viraliteti i tij mori drejtim të gabuar. Sot ai ndez rrjetin jo sepse po vlerësohet, por sepse po përqeshet, shahet dhe bullizohet masivisht. Ndaj ky nuk quhet sukses, por ekspozim i rrezikshëm i një fëmije në mediat sociale. Një fëmijë 13 vjeç nuk ka as pjekurinë emocionale dhe as filtrin psikologjik për të përballuar mira komente negative. Sot ai mund të duket se po e kalon me sportivitet, por akumulimi i përqeshjes publike, sidomos në një moshë kaq të brisht, lë pasoja. Shëndeti mendor nuk dëmtohet gjithmonë menjëherë, ndonjëherë plasaritjet shfaqen më vonë kur dëmi është bërë tashmë. Prandaj kritika ime është drejt për drejt ndaj familjes. Prindi nuk duhet ta shtyjë fëmijën drejt algoritmit, por ta mbrojë nga ai. Një ditë ky popularitet kalon, por etiketat, videot e shpërndara dhe tallet mbeten online për vite dhe një 13 vjeçar që sot është trend, nesër do të jetë një adoleshent që duhet të përballet me realitetin jashtë mediave sociale, në shkollë, në rrugë, në shoqëri. Prandaj kurse jeni, si ai ashtu edhe familja duhet të kenë durim. Nëse është e shkruar që ai të shkëlqejë në aktrim apo në çfarëdo fushë tjetër, ajo do të ndodhë edhe pasi t'i bëj 18 vjet. Talenti nuk ikën, por familjaria nuk kthehet më. Dhe kjo nuk vlet vetëm për Almirin dhe familjen e tij, por edhe për çdo prind që i ekspozon fëmijët deri në këto nivele, duke u kënaqur me shifrat e shikueshmërisë dhe me disa momente fame virtuale. Asnjë numër klikimesh nuk vlen më shumë se shëndeti mendor dhe dinjiteti i një fëmije.